prononcimeve të KFOR-it dhe NATO-s se gradualisht do të thotë forcat e NATO-s do të largohen ose në mënyrë graduale nga Kosova, do të zamensohet me njësive speciale, po edhe të forcës sigurisë Kosovës. Unë mendoj se kjo do të jetë hap pas hapi. Po, ta kemi qarë, pra se kam thënë ata që do të largohen, ata kanë thënë do të ketë zvoglim të trupave, pra nuk kanë thënë që do të largohen nga Kosova. Jo, po njësitet posaçme, të cilat mund të zamensohen me njësitet policore, të FSK-s e tjera, kurse jo në tërësi të largohen, po kjo shkon me faza. Edhe ashtu KFOR-i konsiderohet reaguesi i tretë, pra edhe shkon me faza, hap pas hapi do të vjet e zvoglimi tyre, por këtu do të thotë është një mirë se edhe nga KFOR-i edhe nga NATO e shihet se forca e sigurisë e Kosovës, po edhe çështjet e sigurisë tërësi kanë avancu në çështjet e sigurisë të tërësishme të vendit e tjera. Kjo është një mirë e përgjithshme, mirë po duhet të ketë kujdes, të bashkëpunohet ngushtë me KFOR-in, me forcat e sigurisë e tjera, në mënyrë që kjo të bëhet graduale, hap pas hapi. Dhe do thotë të jetë një fazë prej 1 vjeçar, 2 vjet, gradualisht do thotë fazë hap pas hapi të zëvendësohen me forcat e sigurisë vendit tonë, me forcat policore e tjera, pasi që këtu nuk do të mungojnë pastaj as trajnimet e vazhdueshme të forcës sigurisë Kosovës, të policisë Kosovës, edhe përkundër asaj që të rriqen gradualisht, do të ketë trajnime të vazhdueshme, avancim të vazhdueshëm edhe të forcës sigurisë Kosovës, edhe të policisë Kosovës e tjera nga faktori ndërkombëtar. Edhe unë e shoh këtë një e mirë e përgjithshme që shkohet nga siguria tërësishme, por i lehet mundësia në rast të rrezikut prapë të kthehen dhe ta mbrojnë tërësinë territoriale të vendit tonë së bashku me forcat e sigurisë tona, edhe të sigurisë Kosovës. Zoti Marina, pra që nganjëherë fuqia NATO-s dhe sidomos amerikanëve nuk varet fort nga numri, po nga qëllimi që e kanë. Pra s'është fort sa numri sa amerikanë në Kosovë. Është çështje strategjike, geostrategjike në përgjithësi, edhe Kosova, po edhe vendet e Ballkanit, edhe unë mendoj se është një pjesë e cila gradualisht do të fokusohet, avancohet çështja e sigurisë, edhe të policisë, po edhe të ushtrisë e tjera, dhe kjo hap pas hapi janë duke u zëvendësuar. Në njëjtën mënyrë ne i kemi zëvendësuar edhe forcat e unikut policisë Kosovës. Do thotë gradualisht ata të profesionalizu, të marrë do të thotë drejtorit, njësitë të posaçme nga njësia dhe është pastaj një monitorim ndërkombëtar i KFOR-it, i NATO-s ndaj forcat e sigurisë tona në raport me bashkëpunim me forcat e sigurisë Kosovës, po edhe me forcat e sigurisë në tërësinë e Kosovës.